Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia juaj është në kulm dhe dita kërkon veprim. Në punë mos prisni, merrni iniciativën dhe tregoni leadershipin tuaj. Në dashuri mund të lindë një moment pasioni apo debat i vogël, por me durim kthehet në afërsi. Demi. Kërkoni qetësi dhe stabilitet në çdo aspekt. Në çështjet financiare jeni praktik dhe mos u joshni nga ofertat e pamenduara. Një bisedë familjare mund të sqarojë një keq kuptim të vogël. Binjakët. Komunikimi ju vjen natyrshëm, por sot është më mirë të dëgjoni, po aq sa flisni. Një projekt i ri kërkon përshëndrim dhe kreativitet. Në dashuri, ndjenjat mund të shprehen përmes fjalëve të thjeshta, por të sinqerta. Gaforia. Intuita juaj është shumë e fortë sot. Besojini instinkteve. Në shtëpi ose në marrëdhënie mund të ketë ndjesi nostalgjie. Merrni pak kohë për reflektim ose kujtime të bukura që ju qetësojnë shpirtin. Luani. Dita sjell mundësi për të spikatur. Në punë ndikoni pozitivisht me vetbesim dhe qartësi. Në dashuri jeni magnetik. Një fjalë e ëmbël sot bën mrekulli. Kujdes me egon. Mos lini krenarin të dominojë. Virgjëresha. Kjo është një ditë për përmirësime dhe organizim. Mund të ndjeheni më të përqendruar se zakonisht. Në marrëdhënie, detajet dhe kujdesi ju bëjnë të dalloheni. Shëndeti kërkon pak vëmendje. Pushoni kur ndjeni lodhje. Peshorja. Balanca është fjala e ditës. Mos lejoni që tensionet e vogla të prishin harmoninë tuaj. Në punë, bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Në dashuri kërkoni mirëkuptim dhe komunikim të sinqert. Akrepi. Dita ju shtyn drejt ndryshimeve të thella. Mund të ndjeni se diçka po transformohet në punë, në ndjenja apo në vetbesim. Energjia juaj është e fortë, por përdoreni me kujdes. Shigjetari. Optimizmi juaj rikthehet me forcë. Në punë një mundësi e re mund të shfaqet. Mos hezitoni ta provoni. Në dashuri kërkoni aventura dhe sinqeritet, por ruani masën që të mos i lodhni të tjerët me ritmin tuaj. Britsjapi. Fokusi është tek puna dhe qëllimet afatgjata. Jeni më ambicioz se zakonisht dhe përpjekjet tuaja fillojnë të shpërblehen. Në marrëdhënie tregoni kujdes e stabilitet. Ato vlejnë më shumë se fjalët. Ujori. Sot jeni plot ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Mund të jeni frymëzim për të tjerët, por mos harroni të përfundoni ato që keni nisur. Në dashuri, sinqeriteti dhe origjinaliteti ju bëjnë tërheqës. Peshqit. Dita sjell ndjeshmëri dhe frymëzim. Jeni më të hapur ndaj emocioneve dhe mund të kuptoni më mirë të tjerët. Në punë, intuita ju ndihmon të gjeni zgjidhje kreative. Kujdes me lodhjen emocionale. Horoskopi në Top Albania Radio.